Hetimet e prokurorisë kanë zbuluar një zinxhir shkeljesh dhe neglizhencash mjekësore që sipas dosjes hetimore nisi në një klinik private dhe vjuan në spitalin publik për të mbyllur me një raport mjekoligjor të sunguar për vdekjen e 3 vjeçarit Briam Spahiu. Sipas organit akuzës, problemet e para janë konstatuar në klinikën dentare Splendid në pronësi të mjekut Roland Xhaxho dhe vajzës së tij, mjekes Ina Xhaxho. Ekspertiza italiane e porositur për të përcaktuar shkaqet e vdekjes ka evidentuar pakujdesi dhe papërgjegjshmëri gjatë ndërhyrjes kirurgjikale të kryer te 14 dhëmb të fëmijës, një procedurë e konsideruar me rrezik për moshën e të miturit. Mjeku anestezist Renald Xhaxho, stomatologja Ina Xhaxho dhe punonjësja Marta Gina do të përballen me akuza për vrasje nga pakujdesia dhe mashtrim, ndërsa 4 mjekë të tjerë, përfshirë 2 specialistë të mjekësisë ligjore dhe 2 mjekë roje në spitalin pediatrik, akuzohen për shpërdorim detyre dhe neglizhencë. Ngjarja tronditse filloi në 28 shtator 2023, ku Briami u dërgua në një klinik private për të trajtuar 14 dhëmbët e tij të qumshtit. Pas ndërhyrjes, djali u kthye në shtëpi, por gjendja e tij u përkeqësua shpejt. Brenda pak orësh, ai u transportua me urgjencë në spitalin pediatrik në gjendje të rënduar, ku ndroi jetë me 1 tetor. Hetimet e thedhuara përfshin ekspertime në Itali, zbuluan se shumë nga dhëmbët që pretendoheshin të ishin trajtuar nuk ishin përpunuar. Gjithashtu, u konstatua se mjekët nuk ndoqën protokollet e diagnozës dhe nuk administruan terapitë e nevojshme me antibiotik, duke e lënë fëmijën të pambrojtur ndaj komplikacioneve. Sipas prokurorisë, kombinimi i gabuar profesional dhe neglizhencës çoi në një tragjedi të pariparueshme për familjen, duke hapur rrugën për ndjekje penale të gjithë të përfshirëve.